Përshëndetje të dashur teleshikues. Rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe sot me ne në studio është Melsi Kora. Përshëndetje. Gëzojmë shumë që të kam këtu. Edhe unë. Kur fola me Melsi në fillim fare, i thash zakonisht unë afrohem me një temë specifike. Ama kësaj radhe i thash Mels, e kam një temë në mendje, por dua të të shoh dhe ti, a të pëlqen tema, si mendon? Dhe i thash dua të flas për lutjen. Dhe më tha, ua sa bukur e kam pas dhe unë në zemër lutjen këto kohë të fundit. Dhe thash, okay, super, ka qenë orkestruar për ne. Po. Kështu që, futemi direkt në temë? Patjetër. Pyetja e parë që do të bëj është, pse lutja është e rëndësishme? Si që thash dhe në fillim fare, lutja është ajo çfarë hap dyert e qiellit dhe vërtet është arma që Perëndia neve na ka dhënë për këtu në tokë, për të kërkuar dhe Pali e thot shumë bukur që mos i shqetësoni për asgjë, për ini të kërkoni në lutje. Dhe në nevojat tona le t'i kërkojmë Perëndis, në gëzimet tona le ta falenderojmë Perëndin. Pra gjithçka që ne bëjmë, falenderimi, kërkesa, përgjërimet janë lutje që neve i drejtojmë Perëndis. Dhe është një komunikim që ti ke me Perëndin. Kur fillove ta kuptoje rëndësinë e lutjes në jetën tënde? A pate një moment që t'u hapën dritat? Kam mund si shpreh, mu hapën dritat e kuptova diçka? Po, ka ndodhur shumë raste, por e kuptova kur që lutja është kaq e rëndësishme për mua ishte kur kam qenë shumë e vogël dhe një ndër pyetjet më kryesore që kam pasur dhe i kam drejtuar Perëndis ka qenë pa e njohur kush ai ishte, a ka jetë pas vdekjes? Dhe ishte pyetja e parë që unë i kam drejtuar Perëndis dhe kam marrë përgjigje më një herë. Ka qenë një këngë që është shumë e bukur dhe është goxha e famshme, tregoi botës që Jezusi jeton. Dhe thot pastaj tregoi botës ai dish për ty. Dhe kur mendoja se si ka mundësi që ai vdiq dhe ai jetoi, i kam thënë Perëndis atë dua ta kem dhe unë këtë gjë. Dhe këtu ka qenë momenti që Perëndia më tregoi sa e rëndësishme është lutja. Dhe aty kuptova vërtet që okay, në rregull, lutja është ajo çfarë mua më jep përgjigje për gjithçka çfarë unë kërkoj. Në fakt jetë shumë bukur, unë do ta përmendja pak më vonë, por po e bëjmë kështu një po e paraprim pak, ti u lute kur ishe vogël ama u lute një pastërti fëmie me një zemër që do të ta kërkonte Zotin. Edhe mendoj që kjo është një gjë shumë e bukur dhe në fakt një nga arsyet pse mendoj që disa njerëz në disa momente specifike ose raste specifike nuk i marrin përgjigjet e lutjes tyre, është sepse shkojnë te Perëndia me shumë ngarkesa ose për shumë mundime dhe nuk janë 100% aty në atë lutje që po bëjnë. Ndërsa ke vënë në fëmijët kur janë 100% aty për disa gjëra i bëjnë me gjithë zemrën e tyre, me gjithë shpirtin e tyre, janë aty do i bëj, se dua t'i bëj, në fakt me një farë hovi ndonjëherë dhe janë për t'u admiruar, sepse mënyra se si i bëjnë gjërat është me një pastërti zemre. Po unë do të pyes më vonë për këtë sepse e preka pak, po nuk është kjo e gjithë subjekti. A ke pasur një moment në jetën tënde ku Zoti të është përgjigjur në lutje në një mënyrë të papritur, pra në një mënyrë që ti nuk e prisje? Janë të banumërta në fakt. Mos më trego më. Filloj të spushoj më pastaj. Por çfarë ka qenë një moment në jetën time ku i thash Perëndis, okay, Zot, nuk mundem më. Vërtet isha shumë e poshtë sepse po the dhe vetë, domethënë që je tamam si ai fëmia që shkon përpara Perëndis, përpara atit tënd i kërkon gjëra, mirë po ka një kohë kur ai ta sjell. Dhe në atë momente kam qenë aq poshtë dhe aq ulët sa që thash okay, do heq dorë. Dhe pikërisht në atë moment kam ndier një prezencë që isha në shtëpi, isha totalisht vetëm dhe kam ndier një prezencë aq të mrekullueshme të Perëndisa që vërtet po më ngushëllonte dhe po më tregonte që unë jam me ty. Dhe çuditërisht kam ndier sikur dikush po më përkëdhelte te koka dhe po më qëndronte afër. Aq shumë e kam ndier prezencën e Perëndis në atë momente sa që i kam thënë Perëndis faleminderit dhe aty mora forcë për të ngritur dhe për të vazhduar akoma dhe më shumë në atë çfarë unë po prisja në Perëndin. Unë zakonisht i pres kur lutem për diçka, e pres në forma gjithmonë i mbaj sytë të Zotit. Kjo është një gjë që më ka mësuar, mos i mbaj asnjëherë sytë të njerëzit, te njeriu mbaj sytë tek unë, sepse unë do të ta sjell. Dhe ka pas momente shumë të bukura ku në fakt e kam ndier Zotin duke më ngushëlluar ose duke më ndihmuar ose edhe duke më udhëzuar, drejtuar, bëje këtë gjë. Jo mos e bëj këtë gjë. Po këto gjëra vijnë kur ti ke një marrëdhënie me Perëndin, kur ti kalon kohën lutje me Perëndin, kur ti gjen kohën për të ardhur te Perëndia. Ne ndonjëherë presim që si mund ta njohim një njeri pa kaluar kohë me të. Shumë e vërtet. Dhe ne dim se si është Perëndia, por ne nuk dim shumë gjëra, në sensin që ka shumë gjëra të Perëndia, të karakteri Perëndis që mund t'i dim në parime,
po ne nuk I kemi përjetuar. Ke ca momente që përjeton dashurinë e Perëndisë dhe thua, "Ua, pse kështu qeka?" Po ashtu është. Në një botë ku ka shumë përshpërqendrime dhe çdo gjë do të marrë kohën, vëmendjen tënde, ke punë, ke shkollë, ke gjëra për të bërë. Si mund të gjejmë një kohën tonë për të lutur dhe me të vërtetë ja dedikojmë Perëndisë atë kohë që të rritemi në marrëdhënie me të? Direkt më është kujtuar kur Pali thot lutuni pa pushim. Pra të lutesh pa pushim nuk do të thotë që ti e gjatë tërë kohës I lën të gjitha gjërat më njanë dhe vetëm 24/7. Po, nuk do haj drek, ose për shembull nuk do bëj këtë gjë, nuk do bëj atë gjë. Por unë mendoj që të lutesh pa pushim do të thotë që ti I ke zemrën, frymën tënde, shpirtin tënd, mendjen të hapur për atë çfarë Perëndia dëshiron të flas. Unë lutjen e kam diçka ditore. Për shembull, jam duke ecur, jam duke shkuar nga një vend në një vend tjetër, ajo ecja ime është tamam një walking prayer me Perëndin. Pra jam gjatë kohës duke lutur me Perëndin dhe zakonisht jam edhe në qetësi. Lutja nuk është në ti të flasësh, por është të qëndrosh në qetësi dhe të presësh nga Perëndia çfarë ai ka për të thënë ty sot. Kur ti hap syt, mos prek telefonin, prit një herë dhe thuaj Perëndis, "Ok Zot, çfarë ke ti sot për mua?" Një fjalë, një ngushëllim, nuk e di, një paralajmërim për ditën e sotme. Perëndia është I gatshëm për të folur ty. Kur je duke punuar, je në mësim, Perëndia mund të flasë gjatë kohës që mësuesi është duke folur. Dhe ti e ke pa ma zemra jote është e hapur për atë çfarë Perëndia po të flet. Pra unë mendoj që lutja është diçka që bëhet e përditshmja jote, bëhet pjesë e të përditshmes tënde, kur zemra jote është e hapur ndaj Perëndisë. Je në shkollë, je në punë, je me familjen tënde, je diku, Perëndia mund të flasë nga mënyrat nga më të ndryshmet, mjafton vetëm ti të kesh syt e hapur. Një gjë që ka funksionuar për mua, nuk e di a funksionon për gjithë, po për mua ka funksionuar është që kur gjeja kohë të lirë lutesha. Në sensin isha në klasë, ose mund të jesh në mësim, mund të jesh në shkollë, mund të jesh ku, nuk është se shumë e rëndësishme, mund të jesh edhe në punë. Ose je në punë dhe ke një moment, ok, pak qetësi lutem. Ok, lutem, pak qetësi lutem. Je në klasë, pak qetësi lutem. Je në kuzhinë. Unë shpeshherë kap mamën tim duke u lutur në kuzhinë dhe shkoj të kërkoj diçka të them, ok, lese po lutem. Lese po lutem Në fakt unë këtë që ka me familjen time, kur jam duke kaluar kohë me Zotin, I them, këtu mos më bezdisni më. Faleminderit, nuk dua më njeri, edhe kur jam për shembull duke gatuar ose jam duke bërë diçka, më gjën duke lutur në gjuhë. Dhe shpesh motra ime kur ishte e vogël thoshte çfarë po thua, thotë nuk mund të marr vesh. I thosha unë, të ta shpjegoj unë se çfarë është të lutesh në gjuhë. Çik më vao, rrit edhe pak. Unë motra ime e vogël, kur e di që unë lutem ose jam në dhomë, vjen hap derën, e shef që më thot, "A paska seriozisht po lutet." Okej. Del prap dhe pastaj çon kokën dhe thot, "A mbarove, a mund të hy tani?" Kështu që mendoj që është e rëndësishme që të lutemi dhe dua ta shtoj këtë gjë se mendoj që pse jo ta hedhim këtë gjë, të krijosh në anglisht janë boundaries, por nuk po më vjen fjala në shqip për momentin. Kufit e tu. Në sensin që nëse ke një familje besimtare, thua tani është koha ime për të lutur. Do preferoja që të kisha qetësi. Nëse je në një shtëpi që nuk ke qetësi ose je në një vend që e ke të pamundur të lutesh ose nëse nuk je në shtëpi pastaj që nuk I ke prindërit e krishterë ose familjarët besimtar, aty të ndihmoft Zoti. Në fakt pati lirë. Jam në këtë anë kur prindrit nuk I kam besimtar dhe ama e kam arritur në atë gjë që I kam thënë prindërve të mi në momentin që unë jam duke kaluar kohë me Zotin, mua mos më fol. Edhe vërtet ishte pak e vështirë në fillimet fare derisa ata u ambientuan me këtë situatë, por ama edhe kur ti nuk I ke kushtet e tua, edhe kur ndoshta nuk e dhomën tënde ose nuk ke një ambient ku vërtet siç e the vetë është e rrëmujshme, është gjithmonë ku Perëndia mund të hap syt për një vend. Disa raste për shembull kam parë një film ku personi u futej në dollap dhe I lutej Zotit. Unë për veten time kam pasur raste kur të gjitha gjërat I kam pasur të zëna, të gjitha vendet dhe jam futur edhe në tualet gjithashtu për të lutur me Perëndin. Mjafton vetëm ti të kesh zemrën për të lutur me Perëndin dhe Perëndia do të hapi dyert patjetër. Shumë njerëz sot nuk e dinë fuqinë e lutjes. A thon do lutem, u bë qa u bë, po unë do lutem, po nuk e di se qa do bëhet. Dhe zakonisht janë pikërisht këta njerëz që nuk e marrin përgjigjen e lutjes tyre dhe mund të janë, domethënë o Zot, kthej sytë e Zotit, o Zot, unë nuk e mora, po ti çfarë bëre, ku ishte për mua? A mund të më tregosh pak ose a mund të më flasësh për të rëndësinë e të luturit me besim dhe me garanti që ajo që po del nga goja jote do të realizohet 100%? Atëherë
Ajo çfarë ti lutesh Perëndis, dhe ajo çfarë ti drejtohesh Perëndis, gjithashtu ka të bëjë dhe me faktin ku Perëndia i di dhe dëshirat e zemrës tënde. Dhe ai thotë që unë do t'i plotësoj dëshirat e zemrës time në momentin që ti je në vullnetin tim. Dhe ajo çfarë ti po i beson Perëndis dhe ajo çfarë ti po i kërkon Perëndis ka një kohë kur vjen. Dhe ndonjëherë koha e Perëndis nuk përshtatet me atë kohën ku ti pret Zotit që thua, ok, Zoti, dua sot për nesër. Ndonjëherë Perëndia edhe mund të sprovojë duke të thonë, ok, sa e do ti këtë gjë dhe sa ke për të këmbgulur ti. Dhe në qoftë se ndonjëherë mendoj edhe këtë gjë që Perëndia ta sillet gjë duke të treguar ty pikë së pari lavdinë e tij. Pra qëndroj i sigurt në atë çfarë Perëndia të premton. Kur Perëndia të thotë që premtimet e mia janë po dhe amen. Kur Perëndia të thotë që un jam besnik në të mira dhe në të vogla dhe në të mëdha, atë Perëndia ti qëndroni sigurt në atë kush Perëndia është dhe jo në rrethanat ku ti ndodhesh. Pra kush Perëndia është të siguron ty përgjigje në asaj lutje për të cilën ti po i pret Perëndis. Nëse është po, nëse është jo, nëse është prit. Pra Perëndia ka përgjigje të ndryshme në kohëra të ndryshme, por ti do të jesh i sigurt në atë kush është Perëndia dhe kjo është spirancë për ty në kohët më të vështira. Sigurisht që Perëndia të ndihmon në ca momente kur ti kërkon ca gjëra që ndonjëherë nuk janë nuk janë të mira për ty, ose nuk të ndihmojnë ty. Edhe ai thotë kjo gjë nuk është për ty, po ti nuk ke sy ta shohësh këtë gjë akoma. Edhe kjo është e vërtet. Ama shumicën e kohëve njerëzit që kam dëgjuar është mua gjithmonë pastorët në kishë na mësonin që lutja është arma jon në cilën ne luftojmë dhe adhurimi gjithashtu. Dhe mos e merr lutjen jo seriozisht. Kur ti lutesh për diçka, ajo lutje ka fuqi. Kur ne lutemi në emrin e Jezusit, ai emër ka fuqi. Dhe gjithmonë më thonin që lutu me garancinë, me sigurinë më të madhe që ajo për atë gjë që ti lën po lutesh ti do ta marrësh. Dhe të them të vërtetën, unë për gjërat që jam lutur sot e kësaj dite, përveç gjërat që Zoti më ka thënë, kjo nuk është për ty në momente sepse nuk të ndihmon ty, ai më ka sjell të gjitha. Qoftë ajo financiare, qoftë ajo materiale, qoftë ajo një nevojë, mund të them shpirtërore, ne mund të shprehem, kështu që ti ke pas nevojë për ndihmë në një kohë të caktuar, qoftë ajo fizike. Mua më ka shëruar Zoti shumë herë pa pasur nevojë të marr ilaçe ose medikament. Pse? Sepse e kam ditur, e di kujt po e lutem, e di kujt po i drejtohem, me fuqinë që po i drejtohem, dhe jam e vetëdijshme që kjo lutja që unë do bëj, jam besim të plot që kjo lutja që unë do bëj, unë do e marr përgjigjen time. Amen, po. Edhe mendoj që shumë e rëndësishme kur ne ecim kështu, ndërsa kur i lejmë vend dyshimit që të futet, ha të bëhet ç'a të bëhet. E kupton, unë kam pak bezdin fakt të shprehen, jetojmë sot se nesër vdesim. Edhe unë kam. Unë nuk është shprehje e preferuar të them vërtetën, ama mendoj që kur ne marrim gjërat seriozisht me Zotin, por dhe seriozisht në lutje, ne kemi rezultate. Po, gjithashtu kam pasur kur kam bërë shkollën biblike, ka qenë një mësues që erdhi dhe dha një dëshmi shumë të mrekullueshme. I kishte ndodhur diçka dhe për gati një muaj do martohej. Dhe gishti i unazës ishte thyer dhe nuk e mbante dot drejt gishtin e unazës. Dhe çfarë i kërkoi Perëndis, ta Zot, unë dua të vendos unazën e martesës dhe dua që ti të më shërosh gishtin. Dhe thjesht ja kërkoi Perëndis, vetëm një herë. Herët e tjera pastaj gjatë kohës çfarë ai bënte ishte e shikonte gishtin, e drejtoi gishtin dhe vetëm thoshte ti je i shëruar në emrin e Jezusit. Ti je i shëruar në emrin e Jezusit. Dhe këtu unë mora një përgjigje shumë të bukur, kur në fakt ti shkon te Perëndia dhe nëse e mban mend Danielin kur po i lutet dhe angjëlli i shfaqet dhe i thotë që përgjigja jote është përgjigja e lutjes tënde është dërguar që në momentin që ti e lutur për herë të parë. Por ka pasur pengesa gjatë rrugës. Pra këtu kuptoj unë që në momentin që unë i kërkoj diçka Perëndis, ajo tashmë ka marrë përgjigje. Gjëja që unë duhet të bëj është ta shpall atë gjë të vi brenda meje, të vi në jetën time. Pra në qoftë se unë kam një sfidë, unë tani nuk më shkoj te Perëndia duke ju ankuar pse s'ma ke sjell apo pse kështu ose ashtu. Por ama unë e shpall. Kjo gjë do vi. Sepse shpallja është lutje gjithashtu. Dhe ti e shpall, për shembull, je i smur dhe ke nevojë për shërim, ti shko te Perëndia, unë jam e shëruar në emrin e Jezusit, sepse ka një luftë frymërore që bëhet dhe duhet jemi të zgjuar në këtë gjë. Nuk duhet jemi në gjumë që okay, është vetëm Zoti. Jo, kemi një armik i cili përpiqet gjatë kohës të sjell dyshime, të sjell pengesa në përgjigjet e lutjeve tona. Por kur ti e shpall atë gjë dhe Bibla të thotë që ai largohet në emrin e Jezusit, atëherë ti e përdor atë autoritet që Perëndia të ka dhënë. Faleminderit shumë që përmende këtë pikë. Në fakt, nëse mund ta trajtojmë pak, është shumë e drejtë ajo që ti po thua, dhe mendoj që është një gjë që duhet ta mësojmë, të gjithë duhet ta mësojmë ta bëjmë. Kur lutem për një gjë, pastori kur kam qenë e vogël fare,
babi ma ka mësuar këtë gjë, kur isha shumë e vogël, dhe më thoshte, a u luta? U luta, e thash. Atëherë, shkoj te Perëndia. Tani çfarë dua të bësh është dua të shpallësh. Ato që ti nuk e sheh, si kur ajo të kishte ndodhur. Amen, po. Dhe thoshte, ke nevojë për shërim? Lutu për shërim ose lutu për një gjë specifike që kam pas nevojë. Okej, në emrin e Jezusit unë jam shëruar. Më dhem, as më dhem. Edhe ndonjëherë gjërat nuk janë gjithmonë shumë të thjeshta. Pra ti do kesh dhimbje. Atë ka ndodhur ndonjëherë që të lutesh për një situatë fizike dhe të ndjesh dhimbje në atë vend ku po lutesh, ditën tjetër më dhem. Më kupton? Po. Më dhem. Por kjo nuk do të thotë që lutja jote nuk ka shkuar. Kjo do nuk thotë që Perëndia nuk e ka dëgjuar. Kjo do të thotë që ti tash momenti jot përdorësh besimin tënd, prandaj të pyeta edhe çfarë lutja dhe besimi ecin bashkë me njëra tjetrën. Unë jam shëruar në emrin e Jezusit. Ka fuqi në këtë emër që të më shëroj mua. Unë jam lutur. Dhe e ke vënë re ndonjëherë ne shkojmë dhe lutemi, u luta sot, do lutem dhe nesër për shërim. Do lutem dhe pas nesër për ti po anullon atë që e lutur për herë të parë. Po, e vërtetë. A u lutë një herë? Çfarë po tregon? Mos besim tek Perëndia, që ai nuk të dëgjoj ty herën e parë kur ti e bërë lutjen, ai të dëgjoj herën e parë dhe tani është momenti jot për të bërë luftën tënde, në anën e mirë, për të thënë, po unë jam shëruar, po unë kam atë vlerë financiare që dua, po unë kam atë shkollë, po unë kam atë punë, atë pozicion pune. Pra, mendoj që kur e shohim në këtë aspekt, i bën gjërat shumë të i sjell në një dritë tjetër. Vërtet, po, dhe në fakt e kam pasur një situatë ku ti the që po vazhdonte dhimbja. Ishte një moment ku ndryta këmbën, po ndryta shumë keq. Edhe kisha dhimbje të papara, por e bukur ishte që në ditët në vazhdim kisha shumë gjëra për të bërë. Pra, kisha shërbesat në kishë. Tani duhet të rregullohesh se nuk merrem dot me këmbën të. E kam shumë parasysh. Edhe i thash Zotit, shkova në shtëpi isha direkt mbas pune. Shkova në shtëpi dhe i thash Perëndis, shikoj, thash. Më shikon ku jam me dhimbje dhe ti e di shumë mirë që në 3 ditët në vazhdim un kam gjëra për të bërë. Një mal me punë për të bërë. Dhe më duhet të jem prezente aty, dua të shërbej ty, por ama kam dhe gjëra të tjera. Dhe thash, ti do të ma shërosh këtë këmbë, se vetë ke premtuar në fjalën tënde që do si të shërim në jetën time. Pra është Perëndis i pëlqen ku ti del me guxim përpara fronit të tij. Ester i doli përpara mbretit me guxim. Shumë e vërtetë. Dhe këtë gjë e mori nga Perëndia, sepse ajo e dinte që Perëndia ishte në anën e tij, në anën e saj, më fal. Dhe çfarë ndodhi pastaj ishte që gjeti favor dhe hir përpara mbretit. Të njëjtën gjë e kemi dhe ne. Ne e dim kush jemi përpara Perëndis, jemi bijtë e tij, jemi të drejtë në sytë e tij me anë të Krishtit. Dhe kur Perëndisi del me guxim, kjo gjë i pëlqen atij, sepse guximi vjen nga besimi që ti ke tek Perëndia. Shumë e drejtë, shumë e drejtë. Du ta them me këtë se ma thoshte pastori gjithmonë. Pastori na jepte një shembull të tillë. Na thoshte, kur jeni në shtëpinë tuaj, jeni të shtëpia e prindërve, me babin, me mamin. Dhe keni frigoriferin, ju ka marruria, doni të hani bukë. Shkoni në frigorifer dhe mendoni, mos vallë, babi do ma hap frigoriferin dhe do ma ljap mua ta marr gjalpin që unë të haj bukë dhe të ly bukën, apo shkoni dhe hapni frigoriferin me guximin në të madh që gjalpi është aty brenda dhe ju do hani bukë. Dhe gjithmonë them, ne të shkojmë te Perëndia me guxim. Ne të shkojmë te Perëndia duke bërë luftën tonë të mirë. Ti e ke dëgjuar lutjen time? Haleluja, unë jam i shëruar. Unë kam paratë e mia, unë kam punën time, ai pozicion që unë dua do hapet dhe mendoj që është shumë e rëndësishme kjo gjë që the dhe faleminderit që ma përmende. Si të rritem dhe të forcohemi në lutje kur mishi ynë është i dobët dhe nuk do. Pra me pak fjalë refuzon. Kur të thash që kam pasur në zemër lutje, një ndër sfidat më të mëdha ka qenë pikërisht kjo. Mishi im nuk donte të lutej. Ishte vërtet një luftë brenda meje midis frymës time që ishte e gatshme për të lutur dhe mishit tim që deri diku përtonte për të lutur dhe i thash Zotit, un kam dalë përpara Perëndis me sinqeritet më të madh. Dhe i kam thënë Zot, e di që është gabim, por mishi im nuk do të lutet, ama fryma ime do. Më ndihmo të kryqëzoj mishin tim. Të kryqëzosh mishin nuk është diçka që ndodh vetëm një herë, edhe është për tërë jetën tënde. Është e përditshme kjo gjë. Është diçka që ti e bën çdo ditë dhe Jezusi vetë thotë që duhet të kryqëzosh mishin tënd. Por për mua të bëj këtë kryqëzimin e mishit është të kalosh kohë dhe ta duash lutjen. Pra është diçka që të vjen nga lart, një dëshirë e zjarrt kur ti e kërkon lutje me gjithë dëshirën tënde. Kur ti je në një sfidë, në një përballesh në një situatë nevoje, çfarë ti bën është që ti ke nevojë për dikë, për një burim më të madh se ty që të ndihmojë ty në atë situatë. Kush është ai burim? Është vetë Perëndia. Pra kur ishim të vegjël e dinim që po të shkonin te babi, te mami, e dinim që ato do na i plotsonin gjërat neve dhe do na japin më të mirën për ne.
Njëta gjë vlen dhe për ne tek Perëndia. Ta duash lutjen do të thotë të duash vetë Perëndin. Kur ti e do Zotin dhe kur ti e bën Perëndin vetë burimin e jetës tënde, atëherë lutja është gjithçka që ti ke në dorën tënde. Por kjo gjë vjen në momentin që ti kalon kohë me Perëndin dhe lutjen e bën disiplinë të jetës tënde. Pra ti duhet ta duash lutjen për këtë lloj gjëje që kur mishi yt të kundërshton, ti je në atë fazë të jetës tënde dhe thua që ok, shiko, unë do lutem dhe ti e mposht mishin tënd. Por kjo gjë vjen edhe me ndihmën e Perëndis. Duhet kërkosh ndihmë dhe hir nga Perëndia. Prandaj dhe Perëndia na ka dhënë hirin e tij. Pikërisht për këtë gjë, për të vazhduar luftën e mirë që neve jemi të thirrur të bëjmë. Një gjë tjetër që dua të të pyesja në fakt është, a është e rëndësishme që të mbajmë lutje e drejtuesat tan, pastorët tan, dhe është një pyetje retorike, është e rëndësishme? A mund ta tregosh pak pse është e rëndësishme? Është e rëndësishme sepse një pikë së pari dhe është shumë e thjeshtë, ata kanë nevojë për lutje, sepse janë njerëz si ne. Pra ata kanë dobësitë e tyre, kanë tundimet e tyre dhe kalojnë sfidat e tyre dhe madje ata mundem ta thënë që kanë tundime dhe sfida më të forta se ne, për vetë arsye sepse janë drejtues. Sidomos pastorët tanë, ata janë shembulli, janë bariu, domethënë imagjino pak këtë gjë. Në qoftë se ti ke një komb ose ke një mbretëri, kë do sulmosh të parë? A do sulmosh mbretin? Dhe në qoftë se ti sulmon mbretin, e tërë mbretëria shkatërrohet edhe shpërndahet. Edhe në një tufë delësh, në qoftë se bariu nuk është aty, delës shpërndahen dhe ikin. Pra, Bibla thotë që ligu është i zgjuar. Dhe këtë do sulmojnë më së shumë të i ligu, vetë pastorët dhe vetë drejtuesit tanë. Do sulmojnë ata për të cilën na drejtojnë dhe janë shembull për ne. Dhe nëse ti nuk mban në lutje ata që kanë më shumë nevojë, atëherë është e kohë të ecësh dhe është gjëja e parë që ne bëjmë si njerëz, i gjykojmë një herë pikë së pari, e bëri atë gjë, Por ama ata kanë nevojë shumë për lutje, të shikosh më nga afër se sa shumë të ngarkuar janë ata, do thuash që okay, ata vërtet kanë nevojë për lutje dhe ne Bibla na thot lutuni për drejtuesit tuaj, lutuni për pastorët tuaj, sepse kjo është e rëndësishme, ata kanë nevojë, nëse kisha nuk është aty gatshëm për të ndihmuar në unitet vetë drejtuesit dhe vetë pastorët e tyre, ajo kishte domethënë duhet të zgjohet për mendimin tim për të kuptuar se sa e rëndësishme është vërtet i mbash në lutje pastorët. Lutja ka fuqi, siç ne kemi shpërparë që po flasim mbi këtë temë. A mund ta ndryshoj lutja jon? A ka fuqin të ndryshoj lutja jon situatën e kombit ton, situatën ton familjare, situatën ton shoqërore? Ka shumë. Bibla ta thot që lutuni për personat që janë në pushtet. Lutuni për qeveritarët tuaj. Unë e kuptoj që shpesh e themi që ky kom nuk bëhet më, Shqipëria nuk bëhet më. Nuk du ta themi më me gjëra fjala. Pikërisht. Është një shpallje shumë e keqe. Po ne bëhemi, po ne mund të ngrihemi, po madje ne mund të bëjmë shumë të mirë. Po, por ama kjo gjë vjen nga besimi. Është diçka që cilën ti e shikon vetë që të rinj tan janë të gatshëm për të larguar dhe direkte të shkojnë më mirë. Por ama nëse ti si besimtar, mos flasim për të kombin, po të flasim për ata që janë besimtar. Nëse ti nuk je në atë fazë jetës ende ku i thua Perëndis që okay Zot, unë jam këtu, më thuaj, nëse ti më ke thirrur për këtë komb, më drejto dhe më lejo mua të shërbej ty në këtë komb. Pra ne duhet kemi atë besimi dhe shpalljet tona duhet jenë të kujdesshme. Në shpalljet tona anullojnë lutjet tona gjithashtu. Nëse ti je duke lutur Perëndis që okay Zot, dua që kombi im të shpëtohet, dua që ky komb të drejtoj syt tek ti, po ama shpalljet e tua janë totalisht të kundërta me atë për cilën ti po lutesh, atëherë më vjen keq asgjë. Në kafe thua jo nuk bëhet më ky vendi, jo jemi shumë keq, jo nuk jemi. Si pretendon ti të plotësohet ajo lutje? Kur shpalljet tua po tregojnë që ti nuk ke besim, ku Perëndia të thotë që besimi lëviz malet. Perëndia e ka thirrur këtë komb dhe ti e ke edhe në Bibël që pali ka ardhur dhe ka ndarë ungjillin. Është vërtet, po. Pra farat janë të mbjellura, por si thotë edhe Bibla ku të korrat janë të shumta, por punëtorët janë të paktë. Duhet të zgjohemi dhe të themi që okay, në rregull, unë do lutem për kombin tim, do lutem për qeveritarët tanë, do lutemi që vërtet në qeveri të kemi besimtar, ku të kemi një zë në atë vend, për të cilën vërtet të shpallim emrin e Zotit dhe gjithçka të bëhet sipas emrit të Perëndis. Patjetër që ka shumë sfida dhe patjetër që është e vështirë, nuk e themi këtë gjë, por ama le të shikojmë dhe anën e mirë që Perëndia është një Perëndi i plot fuqishëm. Dhe është një Perëndi i cili mund të ndryshojë shumë gjëra në momentin kur kishat janë në unitet. Dhe është primare për të gjitha kishat në mbar Shqipërinë të ngrihen edhe të luten për kombin e tyre. Kur vetë kisha ngrihet dhe është në unitet dhe nuk ka përçarje midis kishave, kjo gjë është e rëndësishme dhe sepse lutja në unitet është shumë e rëndësishme dhe ka vërtet fuqi. Dhe vetë Bibla e thotë.
pastori jon thot gjithmonë një komb i fort ka një kishë të fort. Amen, po. Edhe një kishë e fort ka luca të fort. E thot historikisht. Edhe në takimin e lutjes që ne kemi te kisha jon, gjithmonë e përmend. Edhe madje po tregonte pastori ka gjërat me shënime, me gjëra, domethënë do të ketë sipas statistikave dhe sipas fakteve. Statistikat thot kështu, do unë të tregoj statistikat. Pra gjëra që unë po flas e kam të mbështetur në fakte. Edhe na tregonte që Amerika në fillim si ishte, ishte kisha e fort, ishte një kombi krishter, pse pati një Jehova ishte madh, një buma ishte madh. Kudo që shohim një komb të fort, ka pas kishë të fort, dhe ka kishë të fort. Prandaj shumë dhe gjithashtu unë do ta bëja si pyetje në fakt, po ti e the vet, është e rëndësishme të kontrollojmë gojën tonë. Shumë. Sepse mund ta anullojmë lutjet tona. Shumë. Gjëja tjetër që doja të pyesja është pse është e rëndësishme që të lutemi për njerëzit që janë në pushtet. Sepse ata ka nevojë për Zotin vetë. Dhe janë njerëz që ka nevojë për Zotin. Dhe e kuptoj dhe bie shumë dakord që drejtimi dhe gjëja që po bëjmë patjetër që nuk janë siç duhet, por ama unë mendoj edhe këtë gjë, kisha të ngrihet dhe të lutet. Dhe në momentin që ti kishe për shembull Danieli ishte gjatë në pjesën e qeverisë së një kombi dhe ishte më i besuar i mbretit. Dhe Perëndia e vajosi atë. Danieli lutej. Dhe Danieli lutej 5 herë në ditë. Dhe kur mbreti nxorri urdhrin që nuk do të lutet as edhe një zoti tjetër, Danieli përsëri uli gjuhën dhe u lut dhe nuk ju bind asaj gjëje. Pra çfarë mësojmë nga Danieli në vet? Lutja sjell ndryshimin. Dhe pastaj kur Danieli ishte në gropën e luanëve ishte i mbrojtur. Për çfarë arsye? Sepse ai i bind Perëndis, ju bind ligjeve të Perëndisë së tij. Dhe kjo gjë është e rëndësishme për ne. Kur lutja sjell garanci, them unë. Se sjell. Dhe mbi të gjitha kur ti ke një ecje të duhur në Perëndin, ajo lutja ka akoma dhe më shumë fuqi. Kur ecja jote në Perëndin është e vakët, është sa një anë në një anë tjetër, dhe ti pastaj thua që okay, unë po i lutem Zotit, më vjen keq, ti je një, si të ta them, një derë e hapur ku ti thua okay, në rregull, i lig, hajde te keta ime dhe vazhdo bëj çfarë të duash ti me mua. Është vërtet. Por duhet të kesh atë lloj sigurie në jetën tënde dhe atë ecje të shenjtë në Perëndin. Dhe vërtet të lutesh për qeveritarët e tu, dhe vërtet i mbash në lutje, si kish, në lutjet e tua personale, lutu për ta, dhe Perëndia të sjellë një ndryshim, dhe në qoftë se ata që janë në pushtet duhet të hiqen nga pushtet dhe të vendosen të rinj, Perëndia do hap dyert. Por, kur kisha është në unitet dhe besimtarët ka një ecje të shenjtë në frikën e Perëndisë gjithashtu. E vërtet, shumë e drejtë. Nuk kemi pse ti përqejmë njerëzit që janë në pushtet, ama kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të lutemi për ta. Shumë pra, ne duhet të mbajmë në lutje sepse në fundit ata po drejtojnë kombin ton. E vërtet. Dhe Bibla thot lutuni dhe nëse Bibla thot lutuni, atëherë u tha, u bë, u kry. Ti the një gjë shumë të bukur që mua më pëlqeu dhe dua ta ripërsëris. Ti the që është e rëndësishme që të kemi unë të thash lutja ka garanci, lutja të mbron. Dhe është e vërtet që kur je i lutur e ke parasysh kur blen lavatriçe dhe ke 5 vjet garanci lavatriçe. Shefo i gjeti lavatriçe, se mund ta kthesh. Në këtë rast ne jemi të mbrojtur, pra ne kemi garancinë e Perëndisë. Kur je i lutur, je i mbrojtur. Nuk e di a ke vënë në këtë gjë, është e vështirë të dëgjoj gjë, është e vështirë të kesh probleme gjatë rrugës, pse je i mbrojtur. Dhe ka shumë njerëz që luten për një mrekulli të madhe në jetën e tyre. Dhe jam shumë dakord, lutuni për një mrekulli të madhe në jetën tuaj. Ama në ditën kohë duhet të keni një ecje me Perëndin. Siç e theti, nuk mund të jetë një herë kështu, një herë ashtu. Kur ti nuk e di fjalën e Perëndisë, ku do mbahet? Ku do zej baza ajo lutja që ti po bën? Pastaj nuk mund të kthesh te Perëndia dhe të thuash, pse se bëre? Unë u luta. Po ti ku ishe? Po ti çfarë bëre gjatë kësaj kohe? Nuk mund të jesh një herë i vakët edhe një herë i ftohtë ose një herë i ngrohtë, pastaj të thuash, o Perëndi, ku ishe ti? Lutja jote duhet bazohet me diku, duhet ketë njohuri te ajo që po bën, duhet jesh i sigurt për atë që po thua. Vërtet shumë. Kështu që e bëre shumë mirë që e solle, sepse mendoj që është shumë e rëndësishme. Shumë. Unë do të pyesja pse Jezusi jep kaq shumë rëndësi lutjes, po mendoj që ne e zauruam. I tham të gjitha. Të pyes më. A ka pas një moment në jetën tënde që je lutur për diçka? Dhe i ke thënë vetes tënde të është dukur për një moment sikur ajo gjë nuk ka ardhur dhe Zoti të ka thënë një gjë shumë të rëndësishme ose të ka njoftuar ose të ka mësuar, them unë, që ke bërë një gjë specifike gabim. Kjo është një nga arsyet pse kjo lutje që ti ke bërë akoma nuk është realizuar. Ke pas një moment të tillë? Kam pasur, jo vetëm një, po kam pasur disa momente të tilla. Unë mundem ta them në këtë lloj forme, kam qenë duke lutur Perëndis për diçka specifike në jetën time dhe po
Mirë po, në atë periudhë ku unë isha, po bëja disa gjëra që s'duhet I kisha bërë në të vërtetë. Pra ishte tamam ajo ecja ime me Perëndin e vakët, sa një anë në një anë tjetër. Dhe shumë gjëra pastaj filluan duke u mbyllur, shumë dyer, të cilat ishin dyer që po më shpërqendronin dhe po më largonin nga vetë Perëndia, dhe aty kam kuptuar që vërtet Perëndia po më mbyllte dyert. Dhe kur jam larguar nga këta persona dhe nga këta dyer të hapura, mund ta them, I thash Perëndis çfarë po ndodh dhe pse ndodhi kjo gjë. Dhe aty kuptova diçka. Kjo gjë po të largonte nga unë, sepse unë I kam bërë një lutje Perëndis dhe vazhdoj akoma dhe ja bëj. Zot, nëse ka një moment në jetën time ku unë largohem nga ty, ku ti e shikon që diçka nuk shkon me mua, atëherë mbyll atë derë nga jeta ime. Dhe më bëj të ditur që kjo ka qenë mbrojtja jote. Dhe kur jam lutur Perëndis pikërisht këto kohë të fundit, I kam thënë pse më mbyllën këto dyer, Perëndia më tha, më ke bërë këtë lutje, unë të mbrojta. Dhe aty unë e kisha kuptuar që po largohesha nga vetë Zoti. Me garanci, me dokumenta. Dhe aty kuptova që këtu ka qenë vërtet mbrojtja e Zotit. Domethënë ato dy herë të mbyllura ishin vërtet mbrojtja e Perëndis në jetën time dhe kam qenë falendëruese Perëndis. Duhet jemi shumë të mësueshëm në jetën tonë, në zemrat tona. Shumë e vërtet, shumë e rëndësishme. Që vërtet kur Perëndia të thotë jo, të mos jesh nga ata persona që më tha Zoti jo, mua Perëndia nuk më do mua, hajde unë tani po largohem. Domethënë, ku është besimi këtu dhe ku është vërtet ecja jote me Zotin? Unë për veten time e marr shumë seriozisht këtë gjë. Dhe shpesh edhe në shoqërinë time dhe me çdo persona që shoqërohem, ja them dhe ja bëj të ditur, jeni të hapur që Perëndia do ju thotë jo, dhe shumicën e kohës Perëndia të thotë jo. Për të vetëm arsye, jo si I teket Zotit ose është Perëndia një Perëndi që do bësh ti çfarë të dua unë. Perëndia të do dhe Perëndia dha dhuratën e tij më të çmuar për ty, dha vetë Jezusin, si mendon ti që ai nuk ka për të dhënë gjëra akoma dhe më të mira. Kur ai të thotë jo, po të mbron ty nga diçka, kur ai të thotë jo, ai po të drejton ti në një drejtim tjetër të jetës tënde. Pra joja nga Perëndia nuk është diçka për të marret si diçka e keqe. E keqe, por jo, është diçka që Perëndia po të mbron dhe po të drejton diku tjetër. Dhe kjo gjë është kur ti ke një zemër të mësueshme. Siç ta Melsi më përpara me dokumenta, jam shumë dakord me dokumenta. Jeta e lutjes, në fakt, reflekton shumë se kush ne jemi. Çfarë ke mësuar për veten tënde nëpërmjet lutjes? Frikën e Zotit. Është diçka që për mua është gjëja më e rëndësishme në jetën tënde, në jetën e një besimtari. John Bevere ka shkruar një libër dhe është direkt e frika e Zotit dhe kam qenë duke studiuar dhe thotë një histori shumë të bukur, që unë atë e kam vast në vesh. Dhe po tregonte për një person I cili ka qenë një ungjilltar shumë I madh. Dhe ai pastaj ra në mëkate shumë të ndryshme, u fut në burg gjithashtu dhe pas shumë vitesh pati një takim me John Bevere. Dhe pyet ky pse e bëre këtë gjë. Ai thoshte John, unë doja shumë Perëndin dhe kështu gjëra të tjera. Dhe John Bevere I kthehet I thotë, "Po kur e doje Zotin, pse e bëre këtë gjë?" Sepse mua më mungonte frika e Zotit ta. Pra ti mund ta duash Perëndin. Melsi mos na hap të temë tani Melsi. Melsi do shkoj një orë gjys. Melsi. Por un kam mësuar këtë gjë. Frikën e Zotit është diçka që cilën të mban ty në shina. Kur ti e din të nderosh Perëndin. Shumë e vërtet. Dhe kjo është një temë që do e bëjmë një moment tjetër, po duhet ta dëgjoni, duhet na dëgjoni që ta kapni kur ta bëjmë temën herës tjetër. Po, dëgjojeni se është shumë e rëndësishme frika e Zotit, nuk më flas më unë. E ke pasur ato nënat që thon, "Baje vath me vesh." Po, do vi momenti do me kujtosh atë gjë. Nëse s'më dëgjoni mua, dëgjoni Melsin, të paktën që tha që dy ta dëgjoni atë temën. Po, është frika e Zotit është vetë ajo është vetë rrënjët e besimit tënd, kur ti e nderon dhe respekton Perëndin. Dhe e din shumë mirë, domethënë të kesh frikë nga Zoti do të thotë të kesh frikë të së qenurit larg nga prezenca e tij. A ke ndier ndonjëherë se lutja është si një bisedë me një mik të ngushtë, siç po komunikon tani me mua? Shumë herë. Është çdo ditë për mua. Kjo është një gjë e mirë, kjo është një thumbs up. Një thumbs up. Është vërtet shumë e vërtet se vetë Jezusi ju thotë që ju tashmë nuk jeni vetëm shërbëtorët e mi, por jeni miqtë e mi, sepse një shërbëtor nuk e di se çfarë bëni Zoti. Dhe të jesh me Jezusin. Po. Dhe të jesh me Jezusin, domethënë imagjino të kesh Perëndin mik, të kesh Perëndin një atë, të kesh Perëndin. Është vërtet diçka e mrekullueshme. Domethënë për mendimin tim, unë nuk kam një person më të ngushtë sa Perëndia. Domethënë unë si ma bëre këtë gjë. Po ha. Po pse ma bëre këtë gjë? Po tani e the hapur, a duhet televizor kaq hapur? Hapur do ta them. Nuk duhet kaq hapur. Jo, unë e suportoj. Nuk sepse kam
për vete. Unë për mendimin tim them këtë gjë. Nëse ti nuk ke perëndin mik të ngushtë, nuk mund të kesh dot një person tjetër mik të ngushtë. Sepse kur ti nuk ke vet burimin i cili të thotë unë jam miku yt më i ngushtë, dhe perëndia mund ta them që di sekrete më shumë se sa din vet rrethim shoqëror, i di vetë perëndia im dhe thënë ja kam thënë Zotit ndonjëherë kur isha e vogël, Zot, kjo është sekret midis nesh, se e di që ja thu të tjerë. E di vetëm. Kjo është midis ne të dy, nuk ka të tjerë. Por po, unë ma bëre Melsi këtë në televizor, Melsi. Ha mo Elina. Pse ma bëre këtë Melsi? Nuk e di akoma. Nëse do duhet i thojë një të riu dhe me këtë dua ta mbyll. Po. Pse duhet të lutet? Me një fjali, çfarë do i thoje? Me një fjali të lutesh. Zgjatë pak atë fjalin. Me një fjali është pak më i jo me një fjali, më shumë se me një fjali. Të lutesh, unë do ta inkurajoj maksimumin sepse vërtet ndryshon vet personit. Lutja është transformuese, të ndryshon ty totalisht si një qenie të cilën ti ndodhesh. Dhe lutja është ajo unë e thash në fillim, lutja hap dyert e qiellit. Dhe lutja është e vetmja mënyrë ku ti mund të komunikosh me Perëndin. Faleminderit Melsi. Unë e shijova shumë kohën sot këtu me ty. Gjithashtu. Shpresoj që ju ta keni shijuar shumë kohën sot. Faleminderit që të kisha në studio. Gëzohem shumë. Faleminderit që i the gjithë në televizor në kamera që unë nuk kisha. Haptazi që i tregove gjërat haptazi, e vlerësoj shumë. Po unë nuk të mohova si. Jo, ti nuk më mohove. Nuk më mohove, kështu që unë nuk do mërzitem. Unë jam shumë e lumtur. Ishte një temë shumë e rëndësishme tema që u trajtua sot. Ne të gjithë duhet të mësojmë të lutemi. Nuk ka rëndësi sa vite ke në besim, nuk ka rëndësi sa vjet që je, mund të jesh i vogël, mund të jesh shumë i madh, është kaq e rëndësishme që ne të lutemi. Shumë. Kështu që e vlerësoj shumë që ti ishe sot dhe na fole nga zemra jote për këtë gjë. Faleminderit. Ne bashkë e mbyllim sot, lutem që të keni një javë sa më të bekuar, një fundjavë të mirë, do ju mbajmë në lutje, ne kemi nevojë për njerëz që luten, unë e them vazhdimisht, ne kemi nevojë për ju, të rinjt fakt janë zemra e kombit. Ne kemi nevojë për të rinj që të çohen, e thonë unë do lutem, për të rinj që të bëjnë mësuesa, e kam thënë do vazhdoj ta them prap. Shpresoj që të mos ma presin këtë pjesë, kam thënë kaq shumë. Ne kemi nevojë për juve, kështu që do ju mbajmë në lutje. Dhe do ju kërkojmë gjithashtu që ju të ngriheni, të merrni guxim edhe të ngrihemi. Faleminderit Mels. Faleminderit. Ne bashkë jemi javës tjetër. Mirupafshim.